Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur përgatit një revani me shërbet. Krejt që ka nevojitën prej përbarzve janë 7 vezë, 7 lugë të gjellës me sheqer, 1 sheqer vanile, 2 lugë të gjellës me vaj, 1 pluhur përpjekje për ndryshe peciv, 10 lugë të gjellës me miell, tepsin masi 36 cm kum ly me vaj, furrën e kum çuar në nxehtë temperaturë 180 gradë, kështu që fillojna me bismillah me përgatitjen e brumit. Hedhëm 7 vezë në njën, shtojna sheqerin edhe 1 sheqer vanile i tundim vezët në mikser dhe sa të bëhet një mos kremoze. Për shërbetin a nevojitën 400 gram me sheqer, mandej 400 ml me ujë edhe zina shërbetin për 15 minuta. Levania do të më qenë ftoftë, shërbeti i nxehtë. Pra, ashtojna vajën, 2 lugë të gjellës me vaj, edhe pluhurin për pjekje, si për shefni e kom qitë tek mielli. Tashti e noli mikserin edhe e qesin me një brumin e tepsin e lyre me vaj. Levanin e kom pjek për 30 minuta në temperaturë 180 gradë. E kom prej sikur se baklavën kështu në gjyla. Me një rëmuj se shikojna brumin, kur nuk në gjitet për rëmuj, sa atëherë brumi është pjekur, shërbetin e kom zi. Levania e ftoftë, bismillah, shërbeti i nxehtë që e kom zi edhe ja qesim shërbetin. Shërbeti pra i nxehtë, levania e ftoftë. Levania pra është ftofër, ja kemi qitë shërbetin, e ka pi edhe duket kështu, bismillah, del fantastike. Nëse provani i lumë shënduar të ju beft mirë, faleminderit për krahun që ma beni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga Kosova jon e bukur, ju them miru pafshim.